Një moment historik për shqiptarët në Westland, Michigan. Më 28 nëntor, për herë të parë në qytetin Westland, Michigan, u ngrit flamuri kuqezi në bashkinë e qytetit. Një simbol i lirisë, krenarisë dhe identitetit tonë kombëtar. Ky moment historik pasqyron lidhjen e fortë mes komunitetit shqiptar dhe atë dheut dhe kontributin e shqiptarëve në qytetin mikpritës. Në Westland banojnë rreth 1178 persona me origjinë shqiptare që përbëjnë 1.40% popullsisë së vendit. Komuniteti shqiptar është pjesë e një prezencë më të gjerë shqiptaro-amerikane në zonën e Detroitit, e cila historikisht është konsideruar si ndër komunitetet më të mëdha jashtë Shqipërisë. Ceremonia organizuar në një përkushtim nga zoti Leo Çaushi, që morën pjesë autoritete lokale, përfaqësues komunitetit shqiptar, familjar dhe miq. Atmosfera si dha një dimension të veçantë, interpretimi i prek shkrelit, i cili me zërin e tij emocionuese bëri këtë ditë të paharrueshme. Kryetari i Bashkisë së Westlandit, Kevin Coleman, përgëzoi komunitetin shqiptar dhe theksoi rëndësinë e tyre në jetën kulturore dhe ekonomike të qytetit. Ai gjithashtu ka mbështetur nismat që njohin shqiptarët dhe kontributin e tyre dhe përfshi rezolutën që njihet datën 28 nëntor si dita e trashëgimisë shqiptare në Westland. Komuniteti shqiptar në Westland, pjesë e zonës më të gjerë shqiptaro-amerikane të Detroitit, është i njohur për aktivitetet kulturore, biznese dhe angazhimin e tij social. Ngjarja e ngritjes së flamurit përshkruar nga qytetarët "We had a great time today at Albanian flag raising" ishte një reflektim i unitetit dhe krenarisë edhe për amerikanët, por që i bashkon shqiptarët në diasporë. Le të vazhdojmë të ruajmë dhe të përcjellim traditat, vlerat dhe identitetin tonë duke forcuar bashkimin e komunitetit shqiptar në Michigan, në Westland e më gjerë.